emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që na ndjesni. Pyetja më shpesh që si më thon na shoqëron këto ditë nga mëngjesi, nëse mund ta them në darkë, në studiet politike, në opinionin publik, mbase në habitatin edhe të partive politike është se kur mund bëhet qeveria, kur do të thirret seanca konstituive e kuvendit të Kosovës nga ana e presidencës. A do të kemi vonesa, ka hamendësime, hipoteza të ndryshme, a mund të ketë vonesa në formimin e institucioneve, apo nuk do të ketë vonesa. Ka interpretime nga më të ndryshmet. Të mos flasim këtu për një proces të zgjatur, zgjedhor, për një proces që la shije të keqe dhe dyshime nga më ndryshme që quan edhe në debatin që po vijon këto ditë midis lëvizjes vetëvendosje, lidhjes demokratike për vjedhje votash të diasporës, ato vota që erdhen me post. Ky debat nuk ka përfunduar, sikur që nuk ka përfunduar edhe çështja se si do të bëhet qeveria, meqense qytetarët e Kosovë votuan me nënshkurt, duke mos i dhënë asnjë partije të vetme që ta formojë qeverinë. VV doli para në këtë zgjedhje me 48 ulse, PDK me 20, e dyta me 24 ulse në kuvend, LDK me 20 ulse, e treta AK me nismen me 8 ulse, natyrisht lista serbe 9 ulse, Nenad Rashić, një iniciativë e partisë së tij ka siguruar një ulse, dhe partitë e pakicave jo serbe kanë 10 vende të tjera të garantuara me kushtetut. Kam cituar për këtë temë politike një prej kontributorëve aktiv në jetën publike politike, politikanin e ushtarakun Hysen Berisha. Faleminderit për kohën, Berisha. Faleminderit për tesën. Si duket situata tash nga kjo perspektivë që nuk je i certifikuar si deputet? Po, shefe, angazhimi jam në jetën politike ka qenë permanent edhe para se të bëhem deputet. Gjatë qenies deputet është pa nga të gjithë, po edhe tani nuk mund të jem indiferent ndaj zhvillimeve politike në vendin tim, sepse angazhimi im ushtarak përkundër profilit kamsërisë, pastaj kam avancuar me studime të tjera në fusha të ndryshme juridike, marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci, sigurisë në veçanti, dhe gjithmonë analizat e mbrojtjes dhe sigurisë, pjesë analizave janë gjithmonë zhvillimet dhe proceset politike brenda shtetit, gjitha fuqitë nacionale, kapacitetet me cilat ti ndërton sistemin. E fokusuar e kontributet. Edhe prandaj mbetem aktiv, nuk mund të jetë qendra indiferencë ndaj asnjë zhvillimi. Provoj të kem një përgjigje ose një opinion për çdo zhvillim, për ta lënë edhe gjurmë, pastaj në historinë personale, kështu që do të bisedojmë për pjesa e fundit e misionit. Berisha jashtë listës, jo deputet në këtë legislaturë, do të bisedojmë për të pjesën e jo, ajo çfarë desha ta them se personat e vetëm që kanë edukim në frymin e patriotizmit shtetëror që quhet. Po. Se kushtetues duhet ta kenë gjithë ata që respektojnë institucionet ligjet. Kurse patriotizmi shtetëror është kategoria ushtarakëve që kanë në karakter në tipat e veta dhe në formën e të gjykuarit dhe të menduarit. Prandaj në çdo situatë 24 orë me 7 që thonë, çdo ditë vitit një ushtarak është i shqetësuar për zhvillimet brenda vendit të tij dhe s'mund të jetë indiferent. Sot përse jeni të shqetësuar me ambientin politik? Po unë mendoj se tash cili është shqetësimi juaj? Shefe, tash vonesat ju e pat u certifikuan zgjedhjet, pati një një shfaqje të asaj ceremoniale të vullnetit që u bë certifikimi, tashmë dihen, na do ta shifim, na do ta kem kulturën institucionale dhe shtetërore, të pranojmë realitetin politik, se po flasim për shtetin tonë, nuk kemi të bëjmë me shtete tjera, dhe na përmes kësaj kulturë institucionale mund ta shpërfaqim para botës veten si një
komunitet, ndash popull, ndash shtet serioz, që kem kulturë institucionale, dim të respektojmë standardet e demokracisë, cilën e kem përfaqësuar, e përqafuar, ta kemi si formë të regjimit të zhvillimit shoqëror dhe shtetëror, dhe i pranojmë realitetin, dihet me këto zgjedhje, ka dalë fituese lëvizja vetëvendose, partia e parë. Tani në kalkulimin, kjo është në formatin kushtetues, kurse në interpretimin politik ne mund të them se opozita i ka më shumë numra, ka më pak numra tjetra, po këto janë kalkulimet brendshme. Mirë, po vonesat në krijimin e kësaj mendoj se janë jo korrekte dhe do të përballen me sfidat e të karakterit që janë kushtetues. Kushtetuta flet qartë se si ka mekanizma që i rregullojnë këto situata. Pastaj kemi ajo që është më shqetësuese janë përplasjet politike, duke kalkuluar me interesa grupore, partioka apo edhe personale, të cilat pastaj shkaktojnë vonesa, shkaktojnë përçarje, distancim të subjektëve politik, dhe tjetër mungesa e vullnetit për me ofru një zgjidhje të shpejt, po ashtu ndërlidhet me tendencat dhe ambicjet e tyre, apo edhe jo gatishmërinë për të marrë përgjegjësi në drejtimin e proceseve. Kosova është në një stad shumë specifik në procesin e dialogut, prandaj marrja e përgjegjësisë për drejtim do të matërohet edhe me fuqinë, gatishmërinë për të marrë vendime që do të jenë të vështira, edhe sfiduese për secilin subjekt, qoftë për ta përmbyllur dialogun me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe partnerëve aleatëve ndërkombëtar, qoftë për të marrë ato vendime të cilat ndoshta në histori do të gjykohen ndryshe. Berisha, shini se po nxitohet zoti Kurti si partia e parë edhe parti tjera dhe në opozitë që të vjojnë me formulat e tyre për ta bërë qeverinë. Po tash nëse i referuemi... Sepse pikpyetja është edhe kuvendi, ka dilema qysh tash. Nëse partia e parë mund ta vënoj emrin e kandidatit për kryetar kuvendit, që kuvendet hynë në një cikël vakumi deri në situatën sa që çështja të shkoj për interpretim e kontroll kushtetues të situatës politike. Unë thash në start se kushtetuta ka mekanizmat e vete, ka vinenin 90.1.2 që të drejtën e mandatarit ja japin partisë apo koalicionit fitues herën e parë dhe herën e dytë me një mandatar 3. Kurse radha e tretë tani që është futa i precedenti vitit 2014 në kushtetutë që ja jep mundësinë me kriju qeverinë një subjekti që i bën numrat. Mirë, po unë mendoj se një qeveri e numrave nuk është qeveri e stabilitetit. Këto kemi dëshmuar për këto 20 vite. Qeveria numrave nuk është qeveri i stabilitetit. Jo, nuk është qeveri i stabilitetit. Pse? Nëse dikush mendon se e bën qeverinë vetëm pse i bën gjatë një deputet. Si do të zhvilloj politikat qeverisë pastaj tjera, domethënë reforma e tjera që kërkojnë më shumë se vendimet me shumicë thjesht, që kërkojnë 2/3, ju e dini bllokadën që u krijua kur ne u mundojshim me ndal Kurtin që të mos i arrijë këto, mos i bëj këto marrëveshje që në plani franko-gjerman dhe statuti i Zajednicës i Bashkimit Evropian. Pra ishte një mekanizëm që faktikisht e ndalonte Kurtin, po ndalonte edhe Kosovën. Edhe i vetmi kushtetues dhe parlamentar që e kishim në dorë, sepse në forma tjera nuk kishim mundësi, nuk kishim një partike rrugëve e tjera. Pra, këto qeveri që po pretendojnë se po marrin drejtimin e shtetit, pse i bojnë 51% apo 61 vota, mendoj se po pretendojnë thjesht pushtetin, pa mendu për shtetin. Akomodimin e pushtetit jo për shtet thu. Absolutisht. Pse? Sepse nuk do të kenë mundësi me bë ato çfarë pritën të bëhen për shtetin. Marrëveshjet ndërkombëtare ose që po i lajmë anash marrëveshjet me ndërkombëtar që sjellin zhvillim fonde ku ta diunë. Po marrim më të thjeshtën. Na kemi një plan franko-gjerman që po na rrin tani nder, sepse reformatimi i dialogut nga zoti Kurti ose qeverisja e tij ka sjell tek mohimi jo din më së pari i marrëveshjes së Washingtonit. 2020. 4 shtatorit 2020, po. Pastaj mohimi dhe marrëveshjes all in one me njojën. Ju dini se pas mohimit të asaj edhe bartjes së çështjes së Kosovës nga diplomacia amerikane në atë evropiane. Kosova thu me dialog të ri, krejt format të ri me Kurtin. Reformatimi i dialogut solli marrëveshje 3, mohimin e dytë parë dhe all in one të Brukselit dhe kemi planin franko-gjerman me pikën 7T.
shumë specifike. Vetë menaxhimi, po. Vetë menaxhimin e përkthimin politik është kërkesa e një komuniteti për të jetuar autonom ose i pavarur brenda territorit një shteti. Kjo është në interpretimin politik që ajo çfarë do të ndodhë. Shtoj kësaj edhe statutin e Bashkimit Evropian që i referohet të rezolucës 1244 dhe askund, as deklaracës pavarësisë as Kushtetutës Kosovës, krijohet një sistem paralel, jo në hierarki në Kosovën. Nuk shkoj për kontroll kushtetues. Nuk ka shku në kushtetuese. Po pikërisht kështu po i tha. Cili është ai kryeministi që është i gatshëm ta marrë qeverisjen dhe nëse duhet të shkojnë në një qendër ndërkombëtare të aleatëve dhe ta pranoj dhe ta ti sfidoj se unë e marr qeverisjen e Kosovës, çka nëse i thuhet për shembull ju duhet për të hequr masat sankcionuese ndaj Kosovës, po shkruajmë hipotetike. Ose realisht do të ndodhë kështu. Për të hequr masat sankcionuese ndaj Kosovës, ju do të plotësoni kushtet për shkak të cilave u vendosën këto masa, cilat kanë qenë ato. Pas Bratislavës ka qenë ai dekret deskalimi. Mbajtja e zgjedhjeve. Po pra, dekreti i presidentës për referendum, mbajtja e referendumit dhe anulimi i zgjedhjeve të kaluara dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. A mujtë me mbajtë referendumin? Jo. Pse? Sepse përmes këtyre zhvillimeve të atëhershme është kriju hapësira e interferimit të Serbisë drejt për drejt në proceset politike të Kosovës. Dhe kur gjë s'bën, po nuk të lejon për shembull mbajtja e referendum. A humbi Kurti betejën në veri apo e fitoi? Sepse për sa kohë që ishte kryeministër, thoshte veprimet që po bën qeveria në veri kanë një funksion jetik, sundimin e rëndëve të ligjit dhe heqjen e bandave kriminale të Serbisë nga ato. Heqjen e Serbisë dhe që është shumë e rëndësishme kjo, krimin e një mjedisi pluralist politik midis vetë serbëve në mënyrë që ata të lirë të vendosin për këto të votojnë. U konfirmua që ajo popullat është e varur nga autokrati Vučić. Çka dëshmoj sipas jush? Tani, se një bilanc situate duhet ta nxjerrë këto. Po, në qoftë se flasim për mundësinë që sot me shetit lirshëm atje, që s'është reale, shetitet në disa regione, kam qenë edhe vetë. Në disa regione kam qenë duke llogarit në policinë e Kosovës atje, në disa pjesë ka mujt me dalë me pi kafe vetë, me një farë lloj kujdesi. Po asnjëherë në të mënyrën e lirë, siç thuhet, qytetarët atje janë të familiarizuar me situatën, dhe dinë kur munden me hedhur fushatën e parë, kam bërë fushatën gjatë sheshin me flamuj, që s'kem guxuar atë as me kalu hiç, kom hy. Se ka kategori ndryshme të trimërisë. Po sa është reale ajo tash. Shife, sundim i ligjit nënkupton kur qytetarët e respektojnë ligjin me vullnetin e vet. Ajo patriotizmi e kushtetues që thash. Zbatim i ligjit pozitiv është çështje e forcës së dhunës. Ligj pozitiv kanë qenë ligjet në kohën e Miloševićit. Ai kemi dashur na? Jo. Ai kemi zbatuar, po se i ka zbatuar me dek. Ky quhet ligj pozitiv. E drejt pozitive. Ajo sundon në atë region. A ka shtet okupuesa çka ka qenë? Ai ka qenë regjimi. Pra, në altë ka zbatim të ligjit, por s'ka sundim të ligjit. Në altë ka liri të lëvizjes, por s'ka sovranitet. Se kur ka sovranitet, atje funksionojnë institucionet. Të pavarur në kuptimin e funksionalitetit, por të rrështuar në hierarki me pushtetin qendror dhe kushtetutën atij vendit. A ndodh kjo? Urnani në komuna, ende njësitë speciale tona, trupa speciale. Janë njësi për asanim të situatave që shkaktohen në rend dhe ligj në publik. Pasi asanimit të situatës, ato kthehen në vend bazime. Ato nuk angazhohen në detyra ditore të policisë zakonshme. Sot i kene për komuna. U sulmua dhe një dege postës e Kosovës në Zveçan. Sot i kene për komuna. Sot i kene para bizneseve. Me postbloqe gjëja, për t'i garantuar bizneset. Për cilën siguri po flasim. Për një mirazh të asaj që po pretendojnë me quajt shtrirje sovranitetit, pushteti dhe siguria, jo, s'është ashtu. Sepse pastaj doli sulmi në kanal. Si ka mundësi kur ka pushtet dhe shtet dhe siguri të lartë atje, dhe bëhet ai sulm. Gjithmonë mundohet në Prishtinë, përkundër asaj. Po, u tha se në afrat urën atje të Ibes, unë kam shku i kam vizituar ato praktikisht. Në Varra. Ka kalime të kamionëve, me armatime dhe gjëra të tjera pa dyshimta. Si ndodhi ajo pas 2 viteve pushtet atje. Edhe pse mediat kishin paralajmëruar për këtë, unë jam dëshmitar i këtyre proceseve, më përcjell mirë
kështu intenzive të gjitha zhvillimet. Pra, u largun bandat, është e vërtet, sepse e largun veten për shkak të akteve të terroriste, dhe s'mund të qëndrojnë me aty. Sa arrestuan edhe nga forcat policore të Kosovës, edhe nga KFOR-i, edhe nga ULEX-i. Sepse janë identifikuar si persona në kërkim, si persona që kanë kryer akte terroriste, kanë vrarë polic, persona zyrtarë të policisë Kosovës, dhe janë në ndjek, janë në listën e ZSHB-ave, dhe aty është Pritja të zotit Kurti ishte që në zgjedhjet e nënshkurtit, para se në bashin naturisht këto zgjedhje, teksa ai po e justifikonte gjithë konceptin qeveristi dhe në veri, duke thënë që gjithë këto veprime kanë edhe një efekt. Krimin e një midisi pluralist, ku mund të krijohen parti të ndryshme politike dhe që serbët mund të zgjedhin dhe të heqin dorë nga Beogradi. Në mënyrë, jo vetëm në veri, po në mënyrë masovike, serbët kosovar votuan për listën serbe, që është pjesë e sistemit politik kosovar. Nuk është lista serbe, nuk është parti, jo kushtetuese, kundërligjshme, nuk kam vendosur gjykatat për të. Edhe pse në mjedisin tonë publik politik ekziston ky narrativi përsa kohë që duhet, e quajnë kriminal, përsa kohë që duhet, mund bashkëpunojnë, e tjera. Bashkëpunimi është diçka, shefe, çdo veprim politik që kemi bëni, gjatë gjithë kohës, nga pavarësia këtej, po them, ose nga momenti i heqjes mbikëqyrjes. Ndërkombëtare pavarësisht. Si ka qenë ICO-ja, po. Ka qenë deri në 14, nëse zgaboj. 12 aty. Ju e dini se lista serbe është instaluar në vitin 14, po? Mas vitit 2013, mas marrëveshjes për normalizim. A di ku po e lidhën? Se kur e kryejmë në rishikimin strategjik sektorit sigurisë dhe bëm raportin final për komplet vlerësimin e situatës sigurisë, rreziqeve, kërcënimeve për Kosovën dhe kapacitetet që i ka dhe gap, hendekun mes atyre që ka dhe duhet krijoj për të pasur një stabilitet në aspektin e sigurisë. Atë idenë, domethënë ligjin për krijimin e forcave të armatosë Kosovës, përmes ndryshimeve kushtetuese, se kishim dy plane, kishim planin A dhe B, opsione. A-ja ishte ndryshimet kushtetuese, B-ja ishte me ligj. Mi ia dhon mandatin me ligj, siç e ka tani. Po. Dhe erdhëm në kuvent dhe nuk kaloi ligji. Tani, kishte një marrëveshje atëherë, kryeministit atëhershëm, Hashim Thaçi, me deputetët serb me vendet të rezervuara. Ishin të gatshëm ta votojnë ndryshimin e kushtetutës dhe të jepet emri forcat armatosura të Kosovës, ushtria e Kosovës. Kjo është me kusht që t'ju lejoj edhe një mandat vendet rezervuara. E vërtet, le të kemi dhe pastaj do të kishim qytetarë serb që garojnë në komunitet vetin, siç e kanë standardin dhe bën deputet. LDK nuk pranoi pa vendet rezervuara. VLDK, LVV janë konë kundër. Dhe çka, na kishim opsionin B, nuk kemi hetshim pa ushtri dhe pa mision. Edhe Izraeli ka me emërtim të njëjtë, mirë po ushtri më sofistikuar në botë. Prandaj, nuk mbetëm pa ushtri. Mirë për shkaktuam jo shkaktuam një pasojë tani në sistemin parlamentar dhe politik, sepse tu instalu lista serbe. Me qenë se deputetët serb të partive të Kosovë, ti mjedisit plural që po do kryeministri, ishin të gatshëm, veçëm edhe për mandat rezervuar, të votojnë ndryshimet kushtetuese, edhe u konsideruan jo lojal dhe të luhatshëm pa sigurt, nuk ishte Beogradi sigurt, mo, në këta deputet, dhe u bën lista serbe, u instalu tani si përfaqësues dhe serbët Kosovës, a që e merr gabimet tona thoshin. Po gabim pra brenda jon, brenda politikë i Kosovës. Dhe tani e kemi listën serbe, që direktivat e merr në Beograd, operon në Kosovë. Është si me konë me mision special. Ajo lëvizoi funksionuar për shkak të kësaj thuan. Për kësaj, këtu e ka burimin. Pse LDK dhe VV nuk e votuan ndryshimet kushtetuese. Bravo. Për cilat u dakorduan edhe përfaqësues serb, vetëm kërkonin edhe një mandat vendet rezervuara. Për qenë pastaj garuese normal si gjithë komunitetet tjera. Pa vendet rezervuara. Këta nuk votuan, normal që skalu ndryshimet kushtetuese dhe u instalu lista serbe. Tani jemi në situatë 3. Kush e fitoi betejën për kontrollin ndaj serbëve në zgjedhjet e nënshkurtit? Kosova apo Serbia? Jo, Serbia ka. Për heqjen e masave apo de eskalimin, u desht referendumi. A mujtë me majtë? Jo. Jo, pse? Zdolin serb, kush ju tha? Beogradi. Mos bindje civile. Lutem. Nuk ka dështu Beogradi. Kemi dështu na. Pse?
sepse ne jemi të detyruar me politikat tona të bindim serbët që të jenë qytetarë lojal të vendit, që të respektojnë kushtetutën, ligjin, t'ja u krijojnë besimin në shtetin e Kosovës. Në aspektin patriotik dhe ekstremism mund të flasim si doni për këta serbë. Si doni flasim, as në planet s'po lojmë, kur ne për vendet në dëshirën. Por na po flasim për një realitet të ri të Kosovës. Nga pakoja të isajt e kemi nxjerrë shtetin dhe pavarësinë. Por janë atje disa konditën pakot atë isajt, që disa po mundohen tanë mja fatëru politikisht individve. Jo, s'është e vërtet. Është një marrëveshje ndërkombëtare që ne kemi pranuar me disa standarde për të qenë një shtet i shqiptarëve dhe komuniteteve tjera që jetojnë këtu. Për të akomoduar të gjitha të drejtat e tyre, sipas standardeve të Bashkimit Evropian, në kushtetutë dhe në Kosovë, në jetën reale. Po që problem kanë, e di që Serbia bën çdo përpjekje për të bërë obstruksion ndaj paqes, stabilitetit, për ta minuar atë në çdo mënyrë në Se po ja ushqen obstruksion. Kjo po. Këtu problemi, unë po them. Serbia ka këtë rol, nuk është roli paditur, është roli ditur, që shihet nga mëngjesi ndarkë, shihet ditën zhvillon bisedime, ditën zhvillon bisedime për dialog, në mbrëmje organizon kryengjesit për të bërë sulme. Rid, Fishta thot në vargjet në Lahut Malësisë. Kështu i përshkruan në raportet tona. Në minit shojt, ata kanë në shej veti një qiell e idhej. Pra kështu i përshkruan. Kur nuk kanë qenë ma larga ma afër këto raporte veç se kështu. Loja tani, aftësia jonë për të luajtur në këtë lojën e madhe të demokracisë në Bashkimit Evropian e tjera, është ajo që e largon Serbinë, e pamundson ndikimin e Serbisë, ose e hap terrenin që ajo me të penguar në vazhdimsi në proces. Çfarë ka ndodhur për këto vite, 5 vitet e fundit, Serbia tani e ka mundësinë e qasjes destruktive në të gjitha proceset politike të Kosovës. Unë ta mora ilustrim veç referendumin. Tani po i thuhet liderit që shkon cili dush, Lumir Abdigjiku, Bedri Hamza, Ramusha, kush don. Dhe e merr zotimin, se do të më koordinu me aleat, Kvinti nuk është kot këtu. E merr zotimin për me bo qeverinë dhe më udhëheq. Nëni, a mundesh, çka bën ti për me jek masat? Duhet me plotësu kushtet për shkak të cilave vendos masat. Cilat janë ato? Deeskalimi, mbajtja zgjedhjeve në veri, kthimi në institucione, e të tjera, të tjera. A mundesh me bën referendumin? Jo. A je i sigurt që i bën zgjedhjet? Po ndikoni ju tek serbët dalin zgjedhjet, po çka se Beogradi ka ndikimin më të fortë? Atje kemi bëjmë me një konsensus nacional, kemi të bëjmë me demokracie, me aleanca, me aleata, po kupton, ne duhet me konë koshient të tim. Problemi është si u bë që Kosova në sytë e komunitetit ndërkombëtar, po të atyre meqve që e ndihmuan Kosovën në vitet e tiranis, kur ajo u përballë dhe populli ynë me Miloševićin, në gjitha fazat e shtetëndërtimit të lirisë në çdo gjë tjetër, po këta meq të na kthehen dhe të na shohin se jo, sot, për sa kohë që gëzoni shtetin, po i shkeni të drejtat e serbëve. Nga shpallja e pavarësisë së këtej, Berisha, mbas se kryeministrat e vendit dhe mund të kenë pasur kosto personale politike, sepse raporti me Serbinë nuk është që të sjell popularitet. Konstruktiviteti tyre në raport me dialogun e çdo gjë tjetër që është bërë nga 2011 a këtej, ka pasur dhe konsekuencat në popularitet të tyre. Deri në përmosa sa janë akuzuar ata tradhtar, Kosova vloi nga trazjerat e brendshme, e kështu me radhë e tjera. Por Kosova asnjëherë si shtet nuk është akuzuar në forume ndërkombëtare, se kjo është fajtore për çështjen që po ndodh në veri. Sot Kosova është në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Përgjigja ma shkurt. Që shu bë me ardhmë në këtë. Përgjigja ma shkurt. Tu e ditë që Serbia gjithmonë është gëzhduar nga mitë që është ka rol destruktiv. Me pak nga Bashkimi Evropian, për shkak që ka pasur një gjuhë më të përmbajtur, por në esencë Serbia është pasur një ide e zezë që po e cënon paqen dhe stabilitetin, që është destruktive në proces. Kosova asnjëherë nuk është akuzuar. Sot kemi një raport këtë tjetër. Shefe. Sa është më rëndësi se si na shek komunitet ndërkombëtar. Sa ka qenë më rëndësi edhe në kohën kur ke
luftuar Berisha? Shife, përgjigja e shkurt për krejt këtë shqetësim është mos koordinimi me aleatet në vendimarrje politike dhe veprime politike. Kjo është përgjigja për herë. Jo, është e vërtetë se Serbia është parë gjithmonë dhe ka qenë shtet agresor, shtet që i ka shkaktuar të gjitha luftat brenda republikave, popujve të Jugosllavisë, dhe të fundit me Kosovën. Sikur ne të përballeshim vetëm me Serbinë, fundi do të ishte fatal për neve. Unë e di që ne do të mbeteshim uçeke, luftar trima, heroin, njerëz me gatishmëri për të sakrifikuar për vendin e vet, për lirinë. Por pasojat do të ishin fatale për Kosovën. Unë po të jap vetëm një element. Nga 2-3 prilli që aty dikon, deri me 6 apo 7 prill, ofër 1 milion njerëz që largu nga Kosova. Llogaritë për 2-3 ditë. E çka do të ishte në qoftë se plani patkoj. Nëse veç do ta nënshkruan të Serbia të farë Rambujen, ose s'do ta nënshkruanim ne Rambujen. S'më rëndësi Serbia se e mor çmimin. Po sikur ne të mos e nënshkruamin Rambujen, siç Këshnoja atëherë që më thoshte kujtohet si kemë të arzuar avionin me cilin vjet nga Rambuja. Ka disa komandantë, po. Po, do të ishte komandantë që janë tipik lidhur sot me Albin Kurti, që e mbrojnë si veteranë të tjera. Fatkeqësisht. Se tash nuk guxoj me shkput këtë kohezioni, po. Po, do të mi pa pak situatën. Pse është pikërisht që ky lidhun çtu? Dhe çfarë qëndrimi ka marrë atëherë? A thua konë në influencim edhe atëherë? Se do të me pa si është marrë ajo që ka dalë me atë qëndrim, njerëz që kanë udhëhequr me luftë, njerëz të eminent, komandant kyç. Pse dolën me atë qëndrim? Me kë ishin të lidhur? Me një farë zyre aty tu që kesën për. Kush ishte mbrapa zyrës? Kush shkonte në zonë llapit zoti Sorroje e tjera? Kush ishte Albini në atë zyre? Pse doli ai qëndrim? Apo këto kanë një arsye pse kanë ndodhur, nuk kanë ndodhur këto krejt spontanisht. Se u kon komandantë e Ramushahedini shumë ai fort. Po s'ka marrë një qëndrim tillë. Ose në zonë pashtrikut apo tjera. Pra, këtu ka një diçka. Tani, mos koordinimi qoftë në luftë, qoftë pas lufte me Rambujen, me Vjenën, me Atisarin, për shpalljen e pavarësisë, ju e dini. Shpallja e pavarësisë ka ardhur kur Bush ka thënë në Tiranë enough is enough. Korriku ishte, po. Dhe Qeshuri, po. Qeshuri, dhe Qeshuri, po një më Qeshuri. Dhe kërkesa e kryeministit të hershëm Shqipërisë për një afat, në fakt me insistimin e stafit Bushit, jo Berishës në atë kohë, që duhet një afat 6 mujor për bindjet Francës e do rrethona ndërkombëtare, dhe erdhi pikërisht tek Shkurti. A është një fjalim e pik historik. Lutem, pra, gjitha këto kanë një arsye, një logjik zhvillimit. Dhe na kështu duhet me i pa, ose një ditë duhet me shkruaj këtë realitet, i cili është i dokumentuar. Dhe erdhëm të një shtet i brisht i monitoruar për një kohë. Dikush ka mbajtur qëndrime skeptike edhe për Rambujen, nuk besoj se Amerika do të na pavarësoj. Ka qenë zoti Kurdi kanë. Dikush ka mbajtur qëndrime skeptike se Kosova nuk mund ta bëhet shtet i pavarur. Dikush ka mbajtur qëndrim skeptik se s'mund të ketë as ushtri Kosova. Të gjitha kanë ndodhur. Nuk po duam i him emra se e di që janë tash në publike këto par rrjetet sociale, po i lexojnë edhe po i shohin gjithë. Secili shen nga prizmi i vet. Por unë po duam i pa vetëm si histori. Të gjitha këto rezultate kanë ndodhur sa herë pozitive për Kosovën kur jemi koordinuar me aleatët. Një nuk do të më harru kurrë se jemi pjesë e ka deklaruar edhe në bisedimet në vitin 23, kur merreshin kur u pranoi plani franko-gjerman, Escobar apo Venieri, njëri nga këta ka thënë se Kosova është pjesë e gjeostrategjisë amerikane për rajonin. Dhe raportet shqiptarëve me Amerikën nuk mund të prishin për shkak se vjen një kryeminist që mund të jetë apo i lider cili do që mund të jetë destruktiv. Apo kupton? Pra, të gjitha këtu ju e dini mirë kur filluan zhvillimi i projektit Kapitali në Kosovë dhe rrugë kryesore autostrada. Sa po na vonojnë. I boni kompania amerikane dhe ishin investime amerikane. Vilim kujtohet atëherë që mastaj u bë dhe këshilltari i Thaçit, një ambasador amerikan kur është promovuar autostrada, thuaj emrin. Wisner. Frank Wisner luftonte që investimet amerikane vinë në Kosovë. Kjo është strategjike, është etike për Kosovën. Dhe kishte një reagim dhe lobim të Bashkimit Evropian që këto
investime amerikane të shifim nasin tendencë ndrim okupatorësh, atë kujtohet. Pra, dhe unë nxit frima e anti-amerikanizmit. Këtu ka bërimin anti-amerikanizmit. Këtu fiton? Dhe pastaj kemi një subjekt si ishte Kurti dhe stafi i tij, të cilët e ushqyjnë edhe më shumë këtë anti-amerikanizëm. Ju kujtohet deklarata kundër zonës së ndëruar tashmë dje Madeleine Albright. Prandaj po duhet i lidhën në këto gjëra. Kur ajo po tentonte me grupin e saj të vinte për të investuar ose për ta privatizuar, për të shikuar mundësinë në Post Telecom. A jemi të qartë? Pra, hapi strategjik që une tani po bëjnë një analizë dhe do të nxjerr në publik, për Kosovën është sjellja investitorëve amerikanë, e kompanive të fuqishme amerikane, mbi pajimin free tax, duke krijuar zona të lira ekonomike. Dhe unë mendoj se koncentrimi i tyre të azam në pjesën veriore definitivisht do ta zgjidhte problemin e veriut, duke integruar serbët, duke afruar një zhvillim ekonomik, një mirëqenie, sepse ka vend punësimi, dhe duke i futur serbët në përpuna, duke ja rregulluar jetën, dhe duke i tërhequr në integrim në jetën e re, në Kosovën e re. Në një farë forme duke i shkputur nga influencimi i Beogradit. Kjo strategji ka qenë atëherë. Tani ne, një kryeministër që mund të vijë sot, një qeveritar që mund të vijë sot, duhet luftoj për këtë objektiv. Sa mund ta zë Kosova hapin? Tani e kemi një mundësi. Pse kemi një mundësi? Sepse ka një ndryshim të raporteve gjeostrategjike, edhe politike, edhe të sigurisë në rajon, po edhe të ekonomisë. Doktrina e re e Trumpit, që kushtimisht nëse do të bëjë me terma ushtarake. Është e re. Mbi çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes në Evropë. Mbi çështjen e zhvillimit ekonomik dhe taksave që po i vën. Kam ndryshuar dhe kam i dhënë një shans Kosovës prap. Shans të unë të cilën në lidhje me stabilitetin. Të jap shans Kosovës. Sepse është e mundshme. Ose ta shes si detyrë nëse ne nuk punojmë aktivisht për të zbarkuar sa më shpejt tek tavolina e presidentit Trump. SBA-ja me të gjitha regionet, vendet e botës, edhe me Evropën që më shumti ka deficit tregtar, edhe me Azinë, qoftë lindore, qoftë qendrore, edhe me Amerikë Jugore, edhe me Kanada, me çdo region të botës, ka deficit tregtar maramens. Po, duket më i vogli që është nëse s'është me Kanadana, me diçka diku gjatë diçka miliard. Të gjithë tjerët janë mbi 100 miliard. Me 300 miliard, me 500 miliard. Apo kupton? Dhe sistemi taksave, politika ekonomike që po ndjek tani Trump, ka me kriju një rand tri të zhvillimit ekonomik dhe të mundësive për investime. Dhe Kosova këtu e ka një mundësi të ardhë. Qeveria ardhshme. Duke ofruar çka? Duke ofruar magnatëve ekonomik, zhvillimor të Amerikës, kompanive të fuqishme. Çka? Hapësira, zonat lira ekonomike, ku ata mund të vinë të investojnë. Çka të investojnë? Dhe tani, çdo fushë që ka interes SBA-ja. Energji, miniera. Në fushën energjetikës, infrastrukturës, teknologjisë, ekonomisë, gjitha. Dhe shife, isha në, ta thëmë një sekuencë nga jeta ime tash, në Akademi të Mbrojtjes në Angli. Dhe veshja ishte standarde gjithmonë në akademi. Po duheshim nuk pastru këmishat e këto dhe unë jam pak jo i djathtë që thojnë në drejtim. Qa bëjnë dalë në qytet dhe i blej 50 këmisha. Që mos me i lau për ditë. Po. Sa atëre që në me grupë. Kur e shof Madeleine Bangladesh, kujtestarit klasës i thash, një farë kolonel e lej thash, që shka mundësime dhe i përprodhoj ke falcu, ne kishë në produkt. Kishë me mu. Tha si ku të kishë arë pra 20 vjetësh kem prodhu edhe plastika, edhe këmisha, edhe qarap. Kurse tash jo. Tash gjitha këto, ja vjapim shteteve, si kur Kosova jonë, aty ishë për Bangladeshin, dhe ne i prodhojnë ata me standarde kritjerë që vendosim na, edhe ata kanë punësim atje, punë, mirëqenje, edhe na e hekim nga përdorimin i diçka që na sot tha prodhojmë Tajfunin 18. Dhe më ka qu në uzinë po aty me makinë duhet dashke me lëviz, hangarin ku prodhoi Tajfuni 18. Aeroplani më i fuqishëm. Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca, Spanja dhe Italia. Dështojnë të shtetet evropiane dhe nuk di fatin atij Tajfuni më. Pra, qa po du me thonë?
Amerika ka merret me prodhime Jo, dhe do të teknologji tjera. raporti bilateral midis shteteve Po. ka kthyer në raport bilateral dhe duket se Evropa është zgjuar nga gjumi, po do ta Po, diskutojmë. jo, ai e zgjej në mënyrë dëmshme zgjej. E zgjej mençuria e tij Nuk politike. është se s'kishte drejt Trumpi. Në të gjitha sepse investimi amerikan për mburojjen e sigurisë evropianëve afër 70% e kontributit në NATO. Dhe evropianët të rezistojnë të heqin dorë nga luksi, nga komoditeti social-ekonomik, duke ditur që Amerikën e kanë afër edhe kanë kapel të sigurisë, edhe kjo nuk shkon Berisha, po jo. Ja, nuk lejoj. Dhe ishte mjaft duke se për Amerikanët. Shive, General Motorsi, se më theme përmende kompanijet tjera, unë nuk kam qef me Amerikën fort me i parafrazu në tema e jo këndshme. Në terma konkret. Për shembull, prodhimet e veta i barti në Kinë, me një kosto më të lirë, me parafrasisht me të njëjtin asi, kurse punëtorët ju i dini atëherë në kredi, dhe recesioni e kapi komplet botën. Po. Dhe u detyru pastaj me u kthy edhe mi thonë shteti, tash unë jam 50, jo? Ti je 49. Unë jam pronari. Deri këtu është situata. Kështu kanë bërë gjitha kompanitë e fuqishme. Po, tregje ku mund punohet me një kosto më të lirë me përfitu më shumë. Mi po shkaktuar rënje sociale të qytetarëve të vet. Prandaj, nëse sot Amerika thot, nëse ti e blen çavodinin atë makinën që prodhon në SBA, e blen këtu në SBA, ti s'ki taks për te. E nëse ti e blen në Gjermani, ma blen këtu kimi pas taks për te. Pra është politike mençur. Interes bilateral. Jo, ai po shikon interesat e Shteteve të Bashkuara. Jo, veç meri pasqyrët se kanë tani faqe speciale që unë e përcjelli shpesh, ekonomike, dhe kom po bilancin tregtar të Amerikës. Ishte shqetësues. Ne kemi akuzuar një tjetrin në qeveri se ki bilancin tregtar negativ kaq. Amerika kishte katastrofë. Unë nuk e di si kam bjetu. Ai do të jetë shumë shtet i fuqishëm kur kam bjetu me një formë tillë ose me bilanc tillë tregtar, i kam shënimet këtu. Po. Si e cilësoni deklaratën e ministrit të Mbrojtjes Maqedonisë tek Veriu, po ndala edhe pak, që atje ka ende struktura të inteligjencës ruse, base operon kur flet kështu Maqedonci me informacione natyrisht të verifikuara. Ç'flet kjo për ju? Kjo është shqetësuese. Shqetësuese në aspektin moral dhe kredibilitetit të qeverisë, kur bën deklarata për suverenitet dhe siguri të lartë atje, dhe shqetësuese kur një ministër i mbrojtjes thotë se ka dhe vazhdojnë me kënë qetë, nuk ka asnjë veprim operativ atje. E ky veprim operativ atje nuk mund të bëhet i pa koordinuar me KFOR-in dhe me inteligjencën e KFOR-it, po edhe të KPINT-it. Dhe aleatëve në veçanti të SBA-ve, ekskluzivisht SBA-ve. Aty du ta kërkojmë shtetin. Sepse akeja jonë edhe mund t'i bjerë në gjurë në bazë mekanizma që përdohen për inteligjencë. Mirë po nuk e ka fuqin e zhberjes e atyre struktura, ose thjesht futjes në lajthitje dhe që orientimit të atyre strukturave, edhe me i fut ata në të lashe inteligjente. Pra, nuk mund të bëhet mbi atë deklaratën e ministrit kur tha se në rast të ndonjë konflikti me Serbinë, forcat e Kosovë, forcat e sigurisë Kosovës s'ka nevojë për KFOR-in as për NATO. E bën vetëm luftën. Por kjo tregon nivelin. Tash këtë deklaratën për inteligjencë, po duhet ta lidh me këtë deklaratën për një luftë mundshme me Serbinë, me trupat tona, dhe gjithmonë se unë tash duhet me pas kujdes nga ata trimat e mëdha që kanë për popull tonin, që thonë na leftojmë, na jemi kështu na bëmu që ke, po mor, na jemi u që ke, na jemi heroj të vendit tonë, se jemi popull patriot. E kemi dëshmuar se dje ka qenë ajo përvjetori i mobilizimit nga shtabi i përgjithshëm. Po. Dhe na dim, po na flasim me lavdata, dhe unë kam bënë shkrim për kujtues, pak me krenari, pak me lavdata, pak zbukurum, tamam sikur filmat ku i bojnë. Po na dim sa përqend jemi mobilizu e sa përqend kena marrë pjesë në luftë. Prandaj, deklarata e ministrit, që më vjen keq që po ja them se si është ajo i mirë. Por tani është pengje politike dhe po i duhet ndoshta ndonjëherë, ose është me opium është me opiumin politik dhe po bën deklarata të pamatura, s'po i analizon më, por si njeri uniformës kur e thot fjalën, duhet më analizu mirë. Na nuk guxojmë me thonë fjalë që ndryshojnë si politikat brenda ditës. Fjala jonë mbetet, arkivohet.
Nëse ti thu, sot, shife, ka analizat të ushtrisë, mund kanë shqetësu, kur del ke kryeministri në përvjetorin e kaluar të pavarësisë, thotë i kemi 7.000 trupa. Dhe nëse një armik të përgatitet ty, raporti shkon 3-1, ai që sulmon në raport me këto që mbrohet, ne jemi forcë mbrojtëse. Dhe nëse një armik na sulmon ty, të bjen 3 fishin e 7.000. Dhe llogarit që e kish kaktu vetit ti me një dezinformat. Sepse këfori thotë ne, po mirë, nëse janë 7.000 këta, zbriti forcat në 3.000, ose 1.000 krejt, se 7.000 këta, edhe 1.000, na bojmë 8.000, ka që është limiti, 5.000 ka pas mi pas kjo, 4.000, na 9.000 gjithsejt, që ashtu bëhen me gjithë rezerven. Pra, këtu i shkakton pasoja vetit, dhe nëse ti thu se ne mund të përballemi me Serbinë, pa ndihmën e këforit, atëherë duhet me kon jashtë realitetit. Si të thoni marrëveshjen. Prandaj edhe këto të inteligjencës janë marrëveshjen për industrinë e mbrojtjes, memorandumin e përbashkët midis Republikës Kosovës, Shqipërisë e Kroacisë, dy vendeve anëtare të NATO-s dhe Kosovës si shtet. A hym në trajektoren e një balansi forcash në Ballkan? Nuk është çështja me dhënë konotacion çfarë mundu të jap Beogradi si ndonjë pakt ushtarak kundër Serbisë. Se s'ka të bëjë me këtë. Aty është një shprehje shumë interesante. Një arkitekturë siguri ose mbrojtëse, po, që sfidon çdo rrezik që cënon stabilitetin dhe paqen rajonal. Po, nëse Serbia hin këtë trajektore po vë, të cenusit, të integritetit edhe sovranitetit edhe sigurisë rajonale, atëherë e mbajnë në shnet se do të përballet me këto. Por kjo marrëveshje nuk e ka karakterin e paktit ushtarak. Kjo është një marrëveshje e mirë, një politikë e mençur, një ofenziv diplomatike e Kroacisë ekskluzivisht është. Që aleatet e partë në artyrshëm dhe historik dhe dëshmuar gjatë të në zhvillimeve 30 vjeçare në veçanti, por edhe më herët, janë shqiptarët. Këtë rast të ndarë në 2 shtete. Dhe unë e shoh si të natyrshme. Çka është kjo? Qëllimi është forcimi i mbrojtjes të dyja shteteve. Si? Përmes industrisë mbrojtjes. Kroacia ka një avancim të madh në industrinë e mbrojtjes dhe unë kam vizituar vetë fabrikat që prodhojnë HS-in atje kroat. Kam pa atje 512 robot se si prodhojnë edhe armë të vogla, edhe armë të mëdha e trona. Dhe është mahnitse. Por nuk prodhon vetëm armë zjarri, por prodhon edhe gjitha kategoritë tjera të armatimeve që sot i lakmon bota përfshin ndërën e tjera. Dhe këtu mund bashkëpunojë edhe Shqipëria, e cila po provon poliçonin me ngjall për eksplozivet ishte ideja parë, po sa do të arrijë është çështje tjetër, se tani duhet me mbri standardin e prodhimit të armatimeve siç i ka NATO-ja, nuk mundosh me prodhuti Kalashnikov rus më këtu. Jo. Ose Zasov. Duhet të korrespondoj të ketë kompatibilitet pajtueshmëri. Dhe unë mendoj se në aspektin e shkëmbimit të industrisë mbrojtja është e mirë. Është e mirë në për shkak të ndërveprueshmërisë ushtarake të trija vendeve. Çka nën kupton kjo? Ne do kem ndërgimin e kuadrove, na kemi qendrën e ekselencës, nuk kemi jo fakturas, na si Kosovë. Qendra jonë ekselencës është më e mira në regjon. FSK është zhvilluar me doktrinë NATO-ja nga fillimi. Ekskluzivisht në standardet NATO-s. Dhe vendet tjera që janë pjesë e NATO-s, nga Evropa juglindore, shpesh këto doktrina nuk ende si kanë të harmonizuara me NATO. Armatimin se kanë kompatibil me NATO. Është shembulli i Ukrainës kur dërguan ndihmat atje, që dhe dallimi i Kosovës me këto vende është dukshëm i madh. Ka një ushtri të përgatitur, inteligjente, një regjimente të validuara me standardet e NATO-s, në pritje që të validohet sipas tranzicionit dhe regjimentit tjetër vitin e ardhshëm për artilleri dhe aviacion, dhe që të përfundoj shpejt e shpejt kjo fazë. Por Kosova ka bërë ushtri me mbështetjen e mexhve me çdo standard dhe ushtri ju po i thuni mbrojtje, po ushtri realisht lufte. Po, dhe mbrojtja është luftë. Po. Edhe është humane. Ushtri lufte. Edhe është mision human. Edhe në bazë të parametrave një ushtar i Kosovës me cilësitë e shkollimit të aftësisë që i ka është i bardh sa 10 ushtar ta zëm serb në pikpamje të përgatitjes. Tash kështu. Na ishim në vizitë në Ministrinë e Mbrojtjes të Hungrisë. Dhe çka mësuam atje? S'duhet mi diskreditu këtu kur flet për ta, po unë u befasova për keq. Sepse ishte antar i NATO-s. Po antar, po ka. Dhe që jemi thënë në fazën e riparimit të helikopterëve që janë prodhim rus, i kem sjell ekspertat rus. Kurse
Ne kur tani në fazën e tretë do të fillojmë me ndërtu flotën ajrore në Kosovë. Parashikimi ka qenë disa helikopterë multifunksional. Por kem një ofertë për shkak se kam qenë unë vetë se kam fatin tim edhe në procesin e rishikimit strategjik sektorit sigurisë, edhe të përgatitjes planit për tranzicion në forcë të armatosura, por edhe të ligjeve dhe dëblerje me pas sistemin çka do të përzgjedhë me krejt. Çdo detaj është i planifikuar. Besoni, kushdo që të vjen ministër serb, nëse vjen, plani është i shkruar dhe ditën D ka më ble, filan armatim. Në pa konesorës kanë mu trajnu djenë për përdorimin e ti. Kanë më ardhë instruktor, mi stërvi djenë tonë, edhe gjithë shka është me planifikume. Aktualisht janë duke vogël. Po, dhe nuk ka mburi aty, kërkush s'ka merit aty, kanë merit gjithë ata që kanë punu. Ajo është proces. Qëllimi im është për shtetin, nuk është qëllimi për të përë. Edhe tash, kam qenë unë për shembull, kom pas një kontakt dhe misit mirë me zëtën Levi, që është head of Knesset, dhe në ofroj mundësin për qasin industrinë e mbrojtjes. Ne u fokusum të kripto mbrojtja, se ishë një fush ma avansuar tyre, mirë po edhe të gjithat e tjera. Dhe për shembull, nëse në helikopter, në atë kohë, më duket ka qenë 23 milion, po vlas gjatë deri në vitin 19, kur në kalkulimet i kemi bo, deri në vitin 14, eventualisht 15, duke për llogaritur inflacionin edhe gjithë ato, sepse kemi atë programin Fokis, aty çka do që e fut, veç ja jep ti përqindjet, ai ta çet çmimin sa ka më të kushtu. Dhe në atë kohë, domethënë një aeroplan Izraelit me të gjitha vetit, me evakuim të plagosurve, firefight me shurjen e zjarreve dhe fighter me luftu, me montu raketat edhe me luftu, ishte 23 milion, nëse s'gaboj në atë kohë. Dhe tani kur e llogarishim avionet Izraelit, kozgjatja përgatitjes pilotëve, ku ta diun ishin kosto shumë e lartë. Kurse avionet Izraelit ishin 4 milion, domethënë shumë valirë, i kish 3 funksionet. Edhe me marruj me fik zjarret e kish mundsinë, edhe me evaku, edhe me luftu. Ata ronte në çdo pistë, edhe në për autostrada, edhe përgatitja pilotëve ishte diku për 6 muaj. Apo kupton? Pra ishtë shumë praktik dhe më i nevojshëm për Kosovën për rrethonat aktuale. Në të ardhmen na mund ta kemi edhe këtë avionin që e padukshëm, e padiktueshëm të SBA-ve që kanë përdorur gjatë luftës në Kosovë. Por çka është me rëndësi të përmendet këtu tash? Ju thatë validimin. Po. Shefe, termi validim nuk ekziston. Po. Kjo është shprehje për të lajthitur njerëzit, kur ke dështu me bon certifikim. Pani thoj certifikim. Po, jo certifikimi s'ka ndodhë. Validimi po. Se s'di kërkush çka është validimi. Sa nën kupton operacionalitet validimi. Validimi aty çka është? U certifikuar. Validimi çka është? Clearance dhe ekziston. Po, dhe. Clearance dhe ekziston. Dhe ekziston. A je full operacional? Dy regjimente. Zdi ja je, po të validume, dyjen. Por a je full operacional? Besoj që bëjmë përpjekje për... Jo, si je. Prandaj që thuhet validim. Kurse NATO në Defender Europe 23 që bënte certifikimin në Kosovë. Bënte po që bënte në Kosovë. Mbajtur, atëherë po flas tash 23-s. Dhe kanë qenë 28 shtete. Është për rëndësi ngjarje. Shefe çka interesante. Kosova ka qenë e 4 me numrin e pjesëtarëve që ka marrë pjesë. Kanë performuar shkëlqyshëm. Mos të më shkëlqyshëm se edhe vendeve me traditë në ato. Apo kupton, s'kan lënë kurrë mongut në aspektin e standardeve, kritereve të operacioneve, të veprimeve ushtarake. Ditën D u përjashtuam nga certifikimi. Pra, e kryjm fakultetin, ditën kur u shpërndan diplomat. U bo gazetara, jurista, doktora që adiun, na thanë ju s'ban me marrë diplomat. Pra, ti je valid, je rëndësishëm. Je i përgatitur në krejt. Po, kur vjen këtu me hynë por, do të atë kartelin PIP në më të qeldera. Europe Defender. 23. Po. Tani, Europe Defender 25. Po. A do t'jetë në Kosovë. Po. Sepse ne jemi projekt amerikan. Është konfirmuar nga vetë ministrit, apo? S'ka nevojë kërkush mi konfirmuar. Kanë konfirmuar në atë futin faqe atje, me kohë kanë konfirmuar, edhe komandanti amerikani këtu. Nga Kosova, nga pjesa perëndimore, amerikanët do të zbarkojnë për ta vrojtuar gjithë dinamikën. Kosova do të jetë pjesë Defenderit 25,
dhe do ta ketë shansin e certifikimit, jo validimit, certifikimit të kapaciteteve të veta ushtarake. Tash, a do të na lejojnë prap me 1400 trupa, si herën e kaluar, që nuk është mjaft, a duhet me na leju me 2400, që do të ishte mundësia ti certifikuar të dyja regimentet. Por një dine, se Kosova do të ketë një forcë të përgatitur, të armatosur, lehtë të mobilizueshme, kur thom lehtë në kuptimin operative në teren, jo e rëndë që mos me mujt me operu për kohë të shkurt në çdo zonë të Kosovës për të mbrojtur integritetin, sovranitetin, pasuritë, njerëzit e tjera. Vlerat që ka Kosova do ta ketë. Forca e Kosovës është objektiv edhe aset që mbështet drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është interes strategjik që ta kenë aleat me ato fusha që mbulon gap brenda NATO-s. Çka do të thotë kjo? Të ti në NATO duhet në tregun e NATO-s, për që i kushtimisht treg, duhet që me që mallin që ka nevojë tregu i NATO-s që e blejnë ata. Nuk mund është ti me që GDM atë aeroplanin o resursin njerëzor. Nuk mund është me që marincat se i ka, as sasat se i kanë, as leopardat tenkat se i kanë, pra ti duhet me që ato që ka të kërkon NATO. Dhe na nuk duhet me dëshpru pse neve për na kërkon këte. Sepse ajt ka vlerësu mirë fuqit nacionale që të mbështesin ty për me kriju sa kapacitete ushtarake. Për shembull, Kroacia është me njësi patrulluese dhe nuk ndihet keq. Slovenia është me blindjen e helikopterëve. Çekia është me radiokomunikuese. Shqipëria është me roje në objekte të rëndësisë veçantë. Ne mund të jemi në mbështetje të paqes, në ngritje të kampeve, të humanitare, të refugjatëve, të shpërndarë shoqimi nuk është turp. Ne mund të jemi në deminim, ne mund të jemi në mjekësi, ne mund të jemi në shtabe, kemi oficerë shumë të fortë. Objektivisht, a është Kosova tash e gatshme të bëhet pjesë e NATO-s, duke krahasuar ushtrinë e Kosovës, forcat e sigurisë së Kosovës me forca tjera që janë pjesë e Ne kemi 4 fushat misionit. Po është e gatshme FCKTB. Nuk mund të them përgjigjen se më thon po dhe ju me zbërgj aty ku jemi po. Më thon ju me zbërgj prapë aty na. Jo, duke qenë se pjesë të vendeve të Evropës Juglindore janë pjesë e NATO-s që ende po punojnë për të bërë kompatibile standardet, doktrinat, infrastrukturën, servitet e çdo gjë tjetër, prodhimin, armatimin e tjera me standardet NATO-s. Për 2 fusha të misionit që ne ofrojmë kapacitete, jemi të gatshëm. Mbështetja ushtarake autoriteteve civile në rastet fatkesive të ndryshme, tërmete, vërshime, e tjera, mund të marrin pjesë kudo. Tashti, shife, ka një diçka brenda kësaj, kur thu kudo, se njerëzit mendojnë tash na jemi si NATO, si Amerika ose si Gjermania. Jo, na marrim pjesë me kapacitetet kufizuara. Në operacionet e mbështetjes paqes, shife, mbështetje paqes, s'po thom peace enforcement, as po thom peacekeeping, por peace support. Mbështetje paqes, ne kemi kapacitete. Dhe të gjitha këto janë deklaruar vitin 2013. Por, në fushën e parë të misionit, që është mbrojtja e integritetit territorial, ne nuk kemi pas në vitin 2013, prandaj ka qenë ajo letra e NATO-s, se ju nuk mund delni në veri pa u koordinu me KFOR-in dhe atë kur dalim na për në angazhim brenda Kosovës. Kurse për përballje me Serbinë, atëherë dhe sot, ajo letër du t'jetë valide dhe është shpëtimi. Du t'a bëj vetëm NATO edhe KFOR-i, jo Forca e Sigurisë Kosovës. Nuk mund t'a bëj tani për tani. Sepse është në procesin e implementimit të projektit FAK. Ky është realiteti. Ajo gjuha se sot mos t'ishte ajo letra ashim tha që do t'ishin forca e Kosovës të kanale, ju kujtohet kur vut eksplozivi. Kjo ka qenë deklarata e kryeqeveritarit. Ajo letra se sot do t'ish FSK-ja këtu, s'është e vërtetë. E çoj prapë zotimin. Ai po ka qu. Por tash ti do të shifni kur vjen. Çfarë ti themi tash do të kush? Jo, që tash unë tregoj çfarë themi. Tash vjen Defender Europe 25. Dhe dërgimi atyre forca, kishon po bëj patrullim
me ushtrije, po bëj këso gjonash. Patrullimi është veprim luftarak. Patrullimi është operacion luftarak. Po kupton? Dhe ti atje zguxon me qitë trupa, me bo operacione luftarake pa u koordinuar. Mesazhi është në mënyrë ultimative. Edhe ta shohim cila do të jetë pasojë këtij veprimi. Urojt mos ketë pasojë. Dhe më e keqja ishte do të ishte me thonë, hey, ti ke shkelë këto standarde. Cili kandidat për kryeministër mund të heq sanksionet dhe ta zvarkoj Kosovën shpejt në vëmendjen e administratës Trump, me qenë sa kemi edhe një lob të fuqishëm të shqiptarëve, të mërgatës tonë që kanë lidhje direkte me familjen Trump, me familjarët Trump, kanë lidhje direkte me shefin e CIA, me shefin e FBI, me kongresmen të rëndësishëm republikan. Si të përdore në funksion të një vëmendje në mënyrë që shtetëmbarimi i Kosovës në marrëdhënien ndërkombëtare, shtetëmbarimi i vet pika sa më parë, sepse kemi një dialog nga viti 2011 e kthej dhe nuk po mbaron në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Si t'i kthejmë reflektorët e administratës Trump ka kjo vëmendje, për sa kohë që gjithë globi po përballet, lufta në Ukrainë, në lindjet mesme atje, etj. Tani kemi dy situata, unë për e lidhi me subjektin politik ku takoj, liderin që u kandidu për kryeministër dhe partinë qeverisë. E keni deklaratën e kryeministrit edhe në fushat elektorale edhe pa fushat, se raportet me Shebat janë më të mirat. E keni deklaratën e përfaqësuesve tash të Departamentit Shtetit dhe të vetë presidentit që thonë se është gënjeshtër Kosova nuk i ka raportet e mira me Sheban. Në vërtet është të dyja. Lidhur me kryeministrin dhe performimin e tij politik edhe në elektorale dhe krejtë. Dhe kemi kandidatin e Partisë Demokratike që ka bërë deklarata, ka qenë shpinë e bardhë para se të garoj. Dhe në momentin që ka shpall kandidaturën, kur ishte ajo për zgjedhje parakoshme, atëherë është thirrë më një herë. Dhe deklaratën e tij se do të përkushtohet në rivendosjen e marrëdhënieve stabile me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në aspektin ekonomik, edhe politik, edhe të sigurisë. Sepse jemi ekskluzivisht të varur nga këto raporte. Pa këto raporte, ekskluzivisht me Sheban, është në pikpyetje ekzistenca e Kosovës. Jo vetëm e Kosovës. Por kanë me pësu krejt vendet të rajonit. Pa një patronat fuqishëm të SBA-ve. A ndjeni këtë rrezik? Shumë. A e parashikoni këtë rrezik? Vetëm një inkurajim e kam, se SBA-t nuk do të heqin dorë për shkak se e kanë pjesë gjeostrategjisë vetë. Kosovën dhe rajonin. E Kosovën brenda saj. Shqipërinë, gjitha këto tre. Për ndryshe, kur nuk shuhet ambicia e Serbisë ndaj Kosovës. Kur. Në momentin që s'ka SBA dhe flamor këtu, ti e ke Serbinë sulem, në këshemë. Jo veç këtu. Në Malzi, çfarë gjendje kritike ka sjell. Ata e NATO-s, po atje ki në kryetarët kuvendit që është pro-rus, e ki një qeveri është komplet pro-serbe. Pra është në rrezik. Shikoj Bosnën. Me një kriminal të shpallur Liz Zeze, ndjekje tjera, që ka një aleancë të fuqishme me Rusinë, edhe që rrezikon ekzistimin e Bosnës. Pra, në momentin që e vën pikpyetje Bosnën, e sjell konfliktin kroato-serbo-bosnjak prap. Dhe kjo nuk është pa pasoja efekte anësore. Pa flamor amerikan, Serbia i ka duar të lira të invadoj, po thu, jo në Kosovë në rajon. Në rajon. Me ambicit të Pas Macedonia s'mund të reziston. Ato janë anëtarët NATO-s. Na po flasim në kushtin kur nuk i respekton as standardet, sepse deklarata e Rote ishte shumë domethënëse. Deklarata shkatërruese, po në momentin që sulmohet një anëtar i NATO-s. Prandaj kjo tani na bën që ne të gjejmë një lider i cili do të stabilizojë raportet me Sheban, i cili do të punoj shumë për integrimin e Kosovës në NATO, por ky integrim nuk përfshin veç krijimin e kapacitetit ushtarake, se me shumë pak kapacitet ushtarake mund të jesh pjesë e NATO-s. Ne jemi sot në mision në Kuwait dhe kemi kapacitete të limituara, por flamuri jon valon alongside me flamurin e SBA-s. Për krah, po. Pra, se jemi under host nation, se nuk kem fuqi logjistike me mbajt trupa jashtë. Natyrisht infrastruktura ka kosto. E tash,
duhet pra lider që punon shumë në përgatitjen e Kosovës për integrim politik në rënd parë. Qeni të bindur që Hamza mund ta bëjë këtë dhe si mund të bëhet kryeministër? Shive, është një person me kredibilitet, është një person që ka ekspertizën në fushën e vet, dhe është një person që punon në ekip. Është një person që konsultohet, që nuk e ka egon e tij mbi interesin e shtetit. Pra, nuk ka shifar smundja ajo. Është defekt. E kush e ka këtë ego? Kur ti bësh Peter Pan politik. Kush politikan e ka këtë ego? Lideri aktual, kryeministri aktual, e ka shfaqur 5 vite. Çdo iniciativë amerikane është refuzuar nga ai dhe kjo i ka bërë dëm të madh Kosovës. Çdo iniciativë amerikane në Kosovë nuk ka gjetë implementim. As marrëveshja e Washingtonit, e cila askund se ka situacionin. Se thot atje, thot, interesat e qytetarëve dhe të komunitetit serb akomodohen në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, për mrekulli. Pra, nuk ka nevojë për një diçka të tillë çfarë po duhet tash me bëj asociacion shtesë me rujt ata. A është interes strategjik i Kosovës që të riformatohet i gjithë dialogu? Shko direkt me një marrëveshje përfundimtare me ndërmjetësimin direkt të SBA-ve. Po, nuk është çështje e reformatimit. Dhe kur themi ndërmjetësim, të kalojmë një fazë krejtësisht të re. Po, do të një rikthim. Që kjo fazë e re të ketë afat kohë dhe të përfundoj me normalizim të plot, me njohje e çka tjetër. A mund ta bëj këtë presidenti Trump dhe është interes strategjik i Kosovës që kjo të ndodhë, t'i kthejmë reflektor të vëmendjes nga interesi. Presidenti Trump edhe tash, me politikën që po zhvillon tani si president, mandat dytë, por edhe mandatin e kaluar, kur ka bërë marrëveshjen e Washingtonit, ma shumë ka pas karakter ekonomik politik, se sa ndoj strategjik ushtarak ka ku ta diu. Veç ekonomik. Pra, ai e shef stabilizimin e rajonit përmes politikave ekonomike zhvillimore. Edhe në Ukrainë kështu po ndodh. Edhe përmes integrimit. Kjo është e drejtë. Sepse unë e thash po atë interesit strategjik me pru kompani amerikane. Nëse i donaj 300 hektar tokë, për shembull, veridikun, ku qeveria i ka 100, s'ka ma shumë tokë publike, 200 hektar i blen për qytetarëve. Edhe ai zgjidh problemin e pretendimeve territoriale të Serbisë mo brenda atij territori. Apo kupton, këto duhet me i mendu këto qeveritarët tonë. Por unë mendoj se një qeveri e përgjithshme tani duhet punoj shumë. Jo në reformatim në tjetër, se s'kem çka reformatojmë se kanë bërë boll formate këta mes tonë me neve, me papjekurin tonë. Duke se në të mëlisër edhe me neve. Po, por duhet të, shifë, unë kam shpresu shumë në koherencën, kohezionin që e mojnë administratat e shtetit Amerikan. Dhe e dini pas rënies së Trump erdhi Biden dhe tha, ne do t'i zbatojmë detyrimin nga marrëveshja e Washingtonit. U gëzova. Njëjta edhe sekretari i shtetit, Blinken. Por nuk ndodhi ajo. Hajde që e bon ato të Brukselit all in one me njoje, edhe ajo raport, erdhëm në një marrëveshje që është rrezik për Kosovën, që e cënon unitaritetin e shtetit, rendin kushtetues dhe ligjor, e zhbën shtetin. Thot kush ka doje, ndryshe. Mund ta shpjega konflikti kjo? Nëse jemi të zot me luftu prapë për ndaj plan tokët Kosovës. Por ne tani kemi një handicap se është NATO këtu. Dhe s'mundosh ti me marr kallashat e me dal atje ushtarë amerikan ti me kallash në dorë. Se për ato je objektiv njëjtë, atë si ai tjetri që hyni provoj me hynë në Banjska. Apo kupton? Pra tash kemi një situatë më të komplikuar, se tishim pa NATO në brenda qohëm u çekellë, herë luftojmë për ndaj plan tokës, sikur kemi luftuar. Ma thuaj formulën si mund bëhet qeveria Berisha. Qeveria. Kështu që unë çfarë do të thënë. Problemi është te po shpresojnë një koherencë dhe kohezion tjetër të Trumpit, basa dhe ta kthej prapë marrëveshjen e Washingtonit dhe të net na thotë, zbatoni shifre. Kërkush na detyron me dal prej detyrimeve që kemi nga pakoja e Tisarit. Aty është asociacioni, është e vërtet. Por asociacioni OEC, siç është ky me 33 komuna. Jo, në autonomi territoriale politike si është tash në statutin e BE-s dhe në planin franko-gjerman. Këtu do të kthehemi. A shihni shpëtim për paqen në këtë Ballkanin perëndimor, në gjithë zonën, në gjithë këtë relief geografik, ku dikur ishte Rusia me ndikimin e saj sovjetik. Dhe që ka proksit endet në rajon, sidomos në Serbi, Berisha. A shihni përfshirjen direkte të Trump si shpëtim për një paqe të cënueshme të gjithë vendeve të Ballkanit perëndimor, sidomos të Kosovës dhe Serbisë? Është e domosdoshme, një.
Por dy, ka edhe një rrezik tjetër. Marrëveshja, megjithëse unë kom paraqyku se Putin do të provoj ta vënë lëthitje SBA-n dhe të përfitojnë teren. Mirë po, në atë marrëveshje kom pa një rrezik, të cilin edhe kom analizuar dhe kom publiku, se ekziston të rreziku i futjes si standard për vendosjen e paqes agresionit dhe sjelljes për agjendës faktike dhe koncesione për agresion. Ta zbërthej edhe pak. Rusia sulmoi Ukrainën. Po. E mori një herë atë Kurskun. Jo, mos po që ka marrë për 2014. Po, Osetia, Osetia. 2014. Po, nejse. Krimin, po. Dhe ju dini lojrat që ka bërë atëherë. Bëri marrëveshje paqe, kishe, e ndalja të zjarrit, dhe ç'a bëni? U përgatit. U riorganizu dhe e pushtoi komplet. Po. E pruni për agjendës faktike dhe sot e ka në ndominim. Koncesioni ka po. Ose me 2008-ën, prapë ka pas me një republikë, me kanë ka pas me këta Gjorgjisa, me kanë. Njëjtën lojë ka luajt. Po. Edhe atje. Sot, kjo marrëveshje, një herë më ka frigu, thash se po bëhen koncesione dhe po futet si standard agresioni për me vendos paqes. E ndashti kjo rrit ambicet të zonë. Ka të ishin ajo në rusë së fona ato. Megjithatë, ajo po krijohet një autonomi ose një sovranitet për krijon vetin Rusia në territore, një shteti që ka pas kufi. Nëse thuhet ashtu atëherë që ku kem veriun me të njëjtën analogji. Dhe çka nëse rritën ambicet e Serbisë edhe shtetet që janë ende në konsolidim, pa fuqizuar, dobtat pa mbrojtje që s'u mbrohen, si Kosova. Edhe një shtet hegemon. A se kemi në Shqipërinë ne tash? Si kemi rrethonat më të lehta? Dhe ja, unë po flasim për shtetin tonë, s'po flas për shtetin e Shqipërisë. Se është shtet antar i NATO-s, ai duhet me di çka vepron. Por siç jemi na, dhe rritja ambicjeve serbe për shembull, të suportuar nga Rusia për pretendime territoriale në Kosovë. Si shteti pa fuqishëm, çka duhet me bëu tash ne? Dallimi është i madh. Shumë i madh. Këtu kemi NATO. Shumë i madh. Pse? Ato territorë atje që ka marrë Rusia nuk kanë kurrë njohje ndërkombëtare në status ndërkombëtar. Kosova është shteti i njohur ndërkombëtar. Është shtet që është në ingerencat e sigurisë së NATO-s. Ti të rrethon e ri. Po flas në aspektin e standardit. Ndërkombëtar apo vësi këtë. Po, ajo është rreziku. Po unë shoh se tani ka luajt situata, pra presidenti Trump është kritik dhe unë besoj se edhe ajo sjellja e pamençur e Zelenskit reflektoi, ramë kanë tokë dhe tani ai duhet është pak aktor edhe me profesion. Po ai aktrim atje i kushtoi atë kosto, sepse avancoi Rusia shumë për 1-2 javë. Berisha, për cilën formulje që të bë qeveria? Kush me kë? Unë mendoj se cila do që provon. A shihni Kurtin kryeministër? Cila do që provon me bë qeverinë, ka me bë një qeveri dobët që s'ka me prodhu stabilitet, sepse nuk kanë mundësi me kalu politikat që janë relevante për mirëqenie dhe zhvillim të vendit. A mund ta bëj opozita? As mund të bëjnë reforma, as mund të mirëtojnë marrëveshje ndërkombëtare. Mund ta bëjnë edhe opozita, e ka të drejtën ta bëjë edhe pozita. Po, ajo por një moment mend. Albin Kurti, nëse e bën pa partit, PDK, LDK, shans nuk ka me bë qeveri, me shumicë është fjala, pa u marrë vesh me Radojčićin. Sepse në radhët e deputetëve të pakicave, me emra janë disa deputet atje, që drejt për drejt menaxhohen nga Radojčići, ose janë zeri, ose mendja dhe veprimi i Radojčićit në Kosovë. Si po thua Albini të bisedoj me Radojčićin për ta bërë qeverinë? Nuk mundet me pas çat deputet që po thamon në radhët e veta ose votën e tij pa i kërku leje Radojčićit. A thirr Raja, a thirr Mimoza, a thirr ai tjetër, pa rëndësi ka. Por është një deputet, tash s'po du më thonë emra se inteligjenca e din. Inteligjenca e din. Po nuk mundet me bë numër 61 që po i duan Albin Kurtit, pa i thonë Radojčićit që ati vota. Për cilën opcion je? Kjo një. E dyta, opozita mund të bëj, LDK vendosi kushte.
Tha, kërko stabilitet, kërkoj qeverit stabilitet, koalicion stabilitet, post në kryeministrit dhe të mirë mi vesh për presidentin. Dhe me automatizëm, kur pozicionohet kështu, është kundër një qeverie të opozicë, me automatizëm është kundër. Sepse edhe në aspekt kushtetues, edhe praktik, edhe logjik, partia e parë tani është Partia Demokratike. Po i takon zotit Homza. Kur bojnë kompromis, e arrini aty ka lëshime mundet me lëshu pe, me ja dhon atë mundësi. Por edhe nëse e bojnë kështu, prap nuk është qeveri stabiliteti. Kjo opozitës. Asnjë s'mund tjetë. Kjo veç që e ka një më të mirë, se kjo s'ka nevojë me marrë vesh me adoqishin për i votë ti, se si duhet ai votiç. Edhe pa ta bën. Kurse Kurti nuk më e bën pate. Si thua që të kalojnë koalicionet e qëndrueshme, si ka pritje për shembull disa zëra që flasin nga partia zotit Kurti, andej ndej zëra rrethanor, që thonë se disa deputet nga mazhoranca do ta votojnë, mbasa mund të kalojnë në vetëvendosje. Siç ka partitë tjera, PDK, LDK. S'ka më mendje. Zbesoj. Shëve, nëse janë sprintera për shëve. Këto kalkulimet brenda leadershipit të partive për përfitime personale janë të rrezikshme, janë tërpshme. Ka ndoshta sprinter në politikë që janë edhe thotë përfitojnë që tuni diçka dhe ik del më. Ka ndodhur në kaluarën. Ka ndodhur, mund ndodhë tash. A të pagu 1 milioner, thotë veç hade pe votën tonë. Ose hade një tonë. Parti. E nëse sprinter, e bën atë. Por njeriu që mendon për maraton politike, për karrierë, edhe për i grim dignitet, kur del në rrugë, nuk hina si kombinime. Ka ndodhur. Unë se kisha pa vetën ato kombinime. Për shembull, cili është opsioni më stabil? Opsioni përpos dy këtyne dyve, është një zhurmim, që rastisht më ka ra me qëllu, i marrëveshjes së presidentes me të ngarkuar me detyrën në ambasadën amerikane. Po. Formula është kjo tash, po zbërthej që e kom pa në media. Po. Presidenti ja merr një mandat 5 vjeçar. Kushti i saj, përfitimi i saj, se në kalkulime ka përfitime. Pra, këta nuk e kanë shtetin, po pushtetin. Kur ki pushtetin, akomodimin e vet dhe interesin personal ose grupor. Po, të lutem. Lidhja Demokratike me shku në koalicion dhe Lumir shkon kryetari i kuvendit. Po. Lima futet me 3 deputet e vet dhe shkon nën kryetari i qeverisë dhe udhëheq dialogun. Albini është kryeministri. Kjo ka qarkulluar si formulë. Si formulë. Opsioni 2. Opsioni tjetër që po përfit PDK vetëvendosje tash më i zhurmë shumë pe dieshit. Shtat një këtë opsion. Asnjëherë. Asnjëherë. Për ta mbështetur këtë opsion, për më shku në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, pilojmë ato hajvanat e hajvana. Po. Sa ajo është kultura e komunikimit i tij, nuk ka më shumë diapazon, nuk mund të çet fjalë më të mençura. Apo kupton, ai shërbet, njeriu shërbet me atë çka ka. Ti mundesh me më thonë, a mi 100 mijë, po të jep 1 mijë, se s'ka më shumë. Radhën Kurth aty në komedianëve rus. Po ajo nuk ishte ramjen Kurth. Nuk ishte interesant. Akti ramjes turse kanë radhë shumë personalitete. Kanë provuar ta shëmtojnë, po s'ka ra, se ka pasur mekanizëm tjetër. Por ishte shqetësuese çka ka thonë. Mënyra si ka trajtuar opozitën, që ka barazuar me Rusi me Serbi. Mënyra që trajton perëndimorët, mënyra që trajton njeriu më të afërm të Trumpit që është në State Department. Gjua me që mundohet mi degradu ato ty mundu me i dhon epitetet tipare fizike, kuda të fiziologjike. Pra, shka ka foli ishte shqetësuese. Por e lojmë këto, te mundësia tash po përfore dje, ishte zhurmë shumë kjo. Kur nuk e kisha mbështet? Për ta mbështet këto. Jo për ato hajvane. Por duhet mu pajtu ti se këtu vërtet pas ka pas, mu pajtu me Kurtin, se ka pas 20 vjetë krim të organizuar dhe korupcion. Mas po duhet mu pajtu, ani mu bo koalicion me ta. Se kështu të ka etiketu dhe të ka fitu zgjedhjet. Duhet mu pajtu me te se këta pra pa shpinë steme jam kriminal, këta duhet të arrestohen, ju zotërinë ambasador, a ju kujtohet në kuvend. Pra se që ata që janë hog, janë kriminal. Duhet me u pajtu me faktin që ja u heq mbështetjen financiare dhe nuk i suporton si shtet. Duhet mu pajtu me faktin se nuk ka dhënë garancione që të mbrohen shtet tret. Liri. Duhet mu pajtu me etiketimet nga më të ndryshmet,
si vrasës kriminal, ku ta diune, me gjitha këto. Duhet më pajtu me ato fyret e gjëja profiterva. Ki pa me sa pa fije turpi, thot, ju keni qenë atje njëherë, keni luftu, keni pas detyrën ndaj dheut, edhe ju me luftu edhe ata në burgje, ty mundu mi parafrazu, mi fut vetën. Sa e di që është veteran mashtrus. Se për kufizimi ligjor i statuj i veteranit, e përjashton me njerë, se shkrunet i sakt. Në uniform, në armë, i mobilizuar në shtabe lokale, shtab përgjithshëm në Ministrinë e Mbrojtjes, si ka asnjënën. Dhe qëtë vetën të burgosur politik. Jo, mërë zotni, në luft, nuk ka të burgosur politik. Ka rob lufte dhe rob civil. Para luftën, procesi politike, ka të burgosur politik. As është politik një praktik që kur më suj kur? Po, është ajo praktik. Thuhet, edhe unë kam thonë sërë kam thonë kur, nuk duhet me thonë se s'ka kur, por parimisht, personalisht mendoj se për me u hisën koalicion me Albin Kurtin, duhet me pranu të gjitha këto etiketime, mi gëlltit, mo për pranu si e konë qashtu. Dhe që po hinën shetullën tonë dhe pastrom edhe timu. Jo, nuk interpretohet kjo vëqë gëlltitje. Sepse këtu janë prek, janë degradu vlirat themelore të shtetit. Dhe këtu ka konsekuenca po hyri në këtë koalicion? Nuk besoj. Po, do të këtë shumë, nëse hynë, por nuk besoj që pranon tjetë shtu. Edhe pse, personalisht, po ta them një diçka. E vetë një është Partia Demokratike që mundet me sfumu këtë subjekt të rrezikshëm në aspektin e politikë brez dhe qeverisës në Kosovë. Sepse programi i saj, qeverisës, kandidati për kryeministër janë njerëz, është njeriu dhe është programi që më shumë t'i duhet Kosovës në këto momente. Sepse Kosova është në një proces shumë të rrezikshëm edhe në aspektin social, edhe ekonomik, edhe politik, edhe të sigurisë. Pyetje pak personale për ju, për jetën politike. Që ndodhi me votat tuaja? Keni dilema? Po, sistemi, shife, e para punës është një thënie e romakëve të vjetër, vox populus, vox deus. Zëri popullit e zëri Zotit. Ne duhet të më pajtu me votën, parimisht. Nëse se ke godit, s'ke përdorur mekanizmat, se u duk si kur pat një, kur u bo certifikimi, sulmi që u bo, ajo ankrimimi që e boni VV-ja për votat nga Mërgata. U duk se ishte një taktizim për t'i amortizu, mos me bo ankrimimi partitë opozitës, t'i nglën të shifë, ose të pak të nashtu për duket, sikur me pas qenë një marrëveshje me thonë, hej, ju vjedhni vendër partive t'juja vetë vetën kanë dëni, unë e pi vjedhi votat e krejtë Kosovës. Apo kuptan, edhe diasporës. Qështu shifej. Mirë po, ndodhi çfarë ndodhi, jemi në ngjarje, jam i bindur, sikur mos ishte i komprometuar i herë procesi zgjedhor. Është i komprometuar. Ju thoni insistoni në këtë shumë. Po, shumë i komprometuar. Ke fakte që ndajush ka pasur elemente? Jo, me personale. Jo, me procesun po flasë. Në jetë demokratike, të drejtat e individit. Këte, sikur mos ishte i komprometuar. Dhe është i komprometuar, sepse kryeministri i vendit ka thënë, ka pas interferim nga Serbia, drejt për drejt në zgjedhje. Dhe në qoftë se ky kryeministër nuk bashkëqeveris me një bashkëpunëtor të atje prej Serbisë, ky duhet me anulu këtë zgjedhje. Nëse ka interferim nga Serbia. Ju e dini... Të krahësit serbëve. Does matter. Serbët janë qytetarë Kosovës. Jo, mos mundohem tash ti me qit, jo po këta janë një farë tumori që tu, e tumorin le ta gjonë çka donë. Jo. Është tumori i trupi. Na kena mi psu. Ti po thum ka ndërhyj Serbia. Atëherë zgjedhja do të anulu. Se të ka ndërhyj Serbia, armiku, që të kanë kushtetut, që të trajton se ti po bën zgjedhjet Serbisë po në Kosovë. Mranda kushtetut Serbisë. Këtë aspekt për... Një, është i kompromituar. Dhe është i korruptuar sistemi i numërimit dhe evidentimit të votës. Pra, nëse se për para... Po e publikë është i korruptuar. I korruptuar tërsisht. Korrupcion që qënë në manipulim të votës. Deri në pikën ku? Deri në pikën ku dikush vendos ati se kush mund t'jetë deputet, kush mund t'jetë deputet. Deri në pikën ku kjo mund të shkoj deri te lideri i partisë? Deri te lideri. Prandaj ki edhe këso reagime pak nësi individualet njerëzve edhe agresive. Pse? Ta zëmë, personalisht unë mendoj se le t'i marrin estra se ditë, ose le t'i hapin. Rihapin e rinumrojnë. Nëse nuk dalë të 20.000 votë, që unë e kur mon politikësi. Apo kupton? Por, ajo manku, si manku. 6 video i kam qëtu, 6 video, duke e numruar votën,
67 ja bën të. Kursori lëviz shkon të 67 dhe lëshohet poshtë, nuk bëhet e verdhë. Pse si ke denoncuar? Sepse atje ku duhet me bëhen kimimin, me siguri që është personi i linjës një që e mbron këtë sistem të korruptuar të manipulimit votës. Prandaj nga partia juaj? Tash kush është aty mbrapa mekanizmi nuk i di, se me ditë me emra i marton për vesh i fus makinë rreth. Ju se 40.000 vota i keni pas. Nga tash. Pak rëndësishme më kjo. Se ka kaluar certifiku. Jo, në rregull, po. Unë po duhet ta them pas asaj situate, prandaj është. Unë po duhet ta them vetëm se është i korruptuar deri në fund sistemi, mekanizmi, sistemi ai softveri që kanë krijuar qeveria. Dikush mbrana qeverisë. Për numërimin e votës. Dhe këtë e ka sjell. I ki video që tregojnë se po bëj që po pretendoj se ti shoqëtohesh me sy vetë. Është sa interesant është. Dhe nuk mi ka dërguar vetëm vëzhgues që lidhen me mua, me subjekt mirë, edhe të tjerë. Nga? Që s'lidhen me partinë. Nga PDK. Për shembull, po që s'lidhen veç nga me PDK, më kanë dërguar vetes. Komandant, kam respekt për ty, po o ka të keq përdorur vota. Mirë, po unë jam si ke reaguar në ato raste kur i kam që aty në evidencë, i pyeta tha po çe çojm peza për ç'a është. A ke bashkëndar këtë shqetësim me dikë se edhe me kryetarin e partisë. Edhe? Edhe çka? Ja tha, çfarë i tha? Ja tha ashtu që po të them ty. Por problemi është këtu tani. Nuk është problemi individi Hysén Berisha. Po. Se Hysén Berisha nuk është varr nga jeta e deputetit. Je me tutje në PDK? Je me tutje në PDK? Po. Po, edhe bëj politikat, edhe bëj realizat, edhe shkruaj, edhe nuk kam drejt në emër të partisë, sepse s'kam status brenda partisë unë, por jam prapë që mbroj frymën e njëjtë. Por ç'a isha duke thënë, sistemi i korruptuar, mua nuk më shqetëson individi. Hysén Berisha nuk ka jetuar për pagës e deputetit. Jo në kuptimin se jam pasunik e kam parë shumë e jetoj si duane. Po e kam destinu, për shembull, kam shumë zonca studenta që s'ash më fol. Edhe jashtë studime post-universitare, që kam përzgjedhur me mbështetje. Por problemi është po integriteti i votës një, sistemi dy, dhe ligji, reforma, duhet reformë thellë. Prandaj po ta ofroj opsionin më të mirë të qeverisë që unë e mendoj. Pasi qitem skenë edhe këto. Po. Edhe drejtësinë, edhe vettingun, edhe ilustracionin, bashkë, se i ki debatu drejtësinë në shumë raste, këtë vettingun në shumë raste. Kosova në këtë moment, në këtë fazë që është, kur e marrim si tërësi në kontekst, ka nevojë për një qeveri gjithëpërfshirëse. Gjithëpërfshirëse? Po, me qeveri me bazë gjarë, qeveri tranzitore, qeveri, mos t'i thamë shpëtimi se si me luftë, asë në një krizë këtu sikur ka qenë 98 në Shqipëri. Por ka nevojë për një qeveri gjithëpërfshirëse. Që nën kupton. Po. Nuk ka afat kushtetues, 4 vjet edhe bën zgjedhje. Por afat programor, çka nën kupton afati programor? Nën kupton së pari për mbylljen e dialogut me marrëveshjen finale në Njohjen. Po. Ratifikimin e kufirit, demarkacionin. Ko të flasim ne për çka duhesh. Mbi 360 kilometra janë të hapura me Serbinë. Sakt. Dhe aty do të ndeshim një ditë. Po. Dhe plus që të këmane në territor të vetin në kushtetut, dhe 3, reforme në sistemin e drejtësisë. E domosdoshme. E domosdoshme, sepse është i handikepur. Ka burrat mirë, ka juristat mirë, ka gjyqtar të fortë, por janë të handikepur, nga e kaluar nga tashmja. Lustracioni pastaj vje. Pastaj vettingu dhe ligji për lustracionin. Ligji për dënimin e krimeve të komunizmit. Këto janë të domosdoshme për ta ndërtuar shoqërinë e Kosovare të pastër, ashtu siç jemi në gjend ne shqiptar. Se shqiptar dhe komunist nuk mund të ekzistojë. Shqiptar dhe i majt s'mund të ekzistojë. Apo kupton? Dhe vettingu është i domosdoshëm, po jo vettingu për diskriminim të politik. Siç ishte ky ligji, si instrument me dije këtë. Siç ishte ky që propozonin. Byron, po. Që hodhi poshtë gjykata kushtetuese, e hodhi poshtë Komisioni i Venecias. Imagjino se kjo është papërgjegjësi e lartë. I dërguan ata vërejtjet, i nxorëm ne sa ato atleta më marr, i nxorëm në kuvend, nuk i ke implementuar çezoj ku ki ligjin, këtë farë të vettingut, çe ku i ki vërejtë Venecias, nuk i ke implementuar. Sakt. Venecia po thotë nuk i ke implementuar, kushtetuesja po thotë nuk mundesh. Dhe do të besë ka kush që pengon. Ja, more, si me diktaturë. Nuk bëhet ajo pra. Një vetting që vërtet është vetting.
që të jap certifikat sigurie që kom kaluar në NATO e tjerë. Një Një ilustracion dhe e fundit fore një reformë e sistemit zgjedhor. Që 26 vite në ri, apo ma vonë, kur kem 20 vite kur kem filluar ne, zgjedhjet kanë prodhuar vetëm kriza. Kur s'kanë prodhuar stabilitet. Ka qenë një person i fuqishëm që ka bërë qeveri me këtë ato krizat e mbrëmshme, po i ka qenë sendet përpara. E ka ndryshuar, ka transformuar Kosovën, ku i ka pas edhe 700 milion buxhet, edhe deri në vitin 2014 me 9 miliard e ka transformuar komplet. Me infrastrukturë, me arsim, me shëndetësi, me paga, me gjitha. Prej 2014-ës, le del dikush të më thëtë, pos rruga e Arbrit, kjo ka qenë projekt që ka vazhdu, se ka shpik kërkush po edhe buxheti ku një planifikum. Pra, që është kryma vonë, le del dikush të më thëtë një diçka që është bon ndryshën këtë aspekt. Pra, na nuk duhet të konsiderojmë çdo kritik armiqësi. Çdo mos pajtimi nuk do të thotë mos respekt. Realiteti është realitet që lexohet, shihet, na jetojmë për ditë në Kosovë, në rrugët e Kosovës, në spitalet e Kosovës, në shkollat. Një qeverie që të përfshirëse. Unë mendoj se ata që e duan Kosovën. Malborina Haxhiun, një figurë politike afërt shumë me zotin Kurti, del thotë që fare që kontaktoj me opozitën për ta bërë qeverinë. Kjo logjikë udhëheqëse është tipike moniste e regjimeve totalitare, paranojake, që shohin edhe krijojnë armiq brenda radhave veta mas pari, armikun e mbrëmshëm, edhe pastaj kanë armik krejt botën. Po ku çon kjo? Kjo pas një Shqipëri të nverojse, lim, ku ka shku? Njëjta logjikë është tani. Nuk bën këtë punë me komisar, me një mendësi, të gjithë duhet me u bajtu, të gjithë me thonë, amen, nuk kemi bre, shefe, nuk kemi në kohën e Mao Tse-tungut, as Kim Jong-ut. Pra, tani është procesi i shplarjes trurit dhe i kanë bën njerëzit robot, janë makineri. Nuk kanë emocion të vetin, nuk kanë logjik të veten, nuk mendojnë. Njëri që s'mendon fare. Pra, kjo është rrezikshme për shoqërinë. Prandaj ka pas nevojë që Kosova ta ketë një qeverisje ndryshe. Dhe unë te Bedri Hamza kam pa ekspertin dhe në mundësinë që ai ta bëjë një qeveri të ekspertëve. Ne kemi pas qeveri po që liderëve politik. Jo të ekspertëve asnjëherë. Fati ka qelluar një lider politik i fuqishëm në kohën e Hashim Thaçit dhe ka pas një ekip këshilltarë, ju dini që ka pas edhe njerëz ndërkombëtar, domethënë njerëz s'kan qenë jo shqiptarë, e që kanë ditë me planifikuar zhvillim, edhe ka dashur zoti kanë bërë mrekulli që kemi sot infrastrukturë rrugore. Edhe kemi arsimore, shëndetësore, përgatitja kuadrit është këtë temë tjetër. Dhe jemi sot një vend që kur vjen dikush se me bamë shkuti sot në rrugët, ose që kanë qenë projektet mbetura në përfundim e sipër, ato tani janë kthyer katrahur. A besoni rrugës Dollë Gjakov i ka vu disa shtresa asfalti. Po? Dobta. Qa ka ndodhur me to? Njëherë e kom pas sulmune se pata rrezikun me kishte flejt asfalti mas 4 dite. Po? Mas 4 dite. Po? Dhe i shqu kështu dhe në distancë shoh bardh. Po? Do të thonë makinat, se ti kur ma asfaltizi nuk e dallon, kur shkon afër, gjitha makinat janë kapë për fundi. Dhe unë e godita atë, si ishte papranueshme për 4 ditë më hapa ja. Erdhen e hapen e sanun dhe i shtrun edhe 200 metra tjera. Te gjitha është hapë, se i kom thonë Ferhat Charles, gjemi 2-3 ekspert të rrugëve, vëlla, që dinë çka është. Tha po ti jep kam shku i kom pa dhe mi kanë shkruar mënyrë profesionale çka ka ndodhur. Pra kanë vu granulacion ato bazën e asfaltit. Dhe ose gurë me dhe. Edhe ajo hapet. Ajo hapet në moment dhe hapet edhe asfalti që ke vendos për mi. Sot është krejt gropa. Është harnu ajo edhe është qitë asfalti. Jo tash me qenë rrafë që është tu. Po ka dalë bisi për faqe. Edhe ajo rrezikshme që të rrugë. Edhe në hap gropat për skej. Po e kanë bëj asfalt tash në hyrje të Gjakovës. Dhe dje kom shku si nga dalë pak për qef të vozit. Krejt i shhap gropa. Do të me të brejt në dërgjegja, mëre, si ka një muj ditë. Që është ndërtu, e mu hap me një herë ashtu. Do të me ndje pak se dhe ajo parë është shtetit tënë, edhe kjo është shteti ytë, edhe ai territori është yti. Po, kjo të regon se këtu s'ka ndërgjësim politik. Si qeveri mjaft e korruptuar, me korruptuar atë që nga pas lufta. Ju e keni cilësuar si një qeveri. Shumë herë edhe e kom cilësu me të drejtë, për që bre, që përbojmë për filozofi.
5 vite i ka qeverisë. Vitin e parë ka pas 3 miliardë, po. Të dytin 3.200, 3.300, 3.400, që ta shenë 3.600. Po 5 herë 3, 15, që të tjetë pja falim, që të përmi 3 miliardë, 15 miliardë. Gjeje një investim, 1 milion, që e ka fillu dhe e ka përfundu në 5 vite. Gjeje një thuje, po e pranoj që është qeveria ma mirë në botë. Ose dyta, gjeje një projekt të ngelur në proces. Trud e për Pjetë, rruga për Podijev, Kiev e për Zahaq, për Gjelan, për Mitrovic. Gjeje një projekt, ose që e do të Gjakov, një projekt, ose rruga për Skenderaj, që s'ka pas, veç akërësit, bugjetet e zotura për gjitha janë. Nuk ka më shtu bugjet 3. Po që po supozojmë s'ka pas me 15 miliardë. Gjeje një projekt në proces përfundimit që e ka përfundu kë, për 5 vjetë. Thuje një, unë po pranoj si o qeveria ma mja. Si u korruptua, po kur s'pati projekte? Jo, më nuk është që është e korruptimi. Këtu është vjedhje masive bugjetit. Dhe mbanin mend, se këto mendojnë se nuk survejohen nga askush. Po, gjithë në survejohen. Edhe ato jashtë neve. Ata që kanë investu në Kosovë, a dini sa ka kushtu angazhimi aeroplanëve amerikanë? E dini sa ka kushtu mos na bojnë ta shërboja neve si kur Ukrajinës, si tha kaq biliard kom futa në mbrojtjen tonë. Po në Kosovë sa e në fut? Se na vesh kallasha kem pas. Bile Ukrajina është 40 milion ka pas industri armatimi, pos koka bërthamor që i patek. Na vesh me do kallashat policionit atë kinsa Serbisa ku i mëshëm. Dhe është shliru këj vend për disa muj. Imagjino, një Kosovë me 1,5 milion ta shemi me jetë banor, adhe me 2 milion atërë, e ka mujt një Serbi me krejt arsenalin ushtarak të Jugosllavisë. Me 75.000 trupa në Kosovë, e na me konë, edhe tash të qka, për do me na kujtu Amerika sa ka kushtu shtrimi Kosovë sa? Apo kupton? Pra, një ditë kanë me, dikush kanë në monitoranë, kur e përmen Amerikën edhe investimin për shtërimin e Kosovës dhe ndërtimin e saj, një ditë ka më thonë, hajde këtu. Ti hysen ke qenë qëtu. Ti hysen ke vjedhë që ka që milion, ti qëtu, e ti shoku Albini bo miliardë për një mandat. Miliardë e në falë. E qyshu bone? Ka i prej ka. Se qaj fare, kur t'hinë qëtu hetimet me këtë bëron për hetimin e pasurive, ka me na po. Po thu një ditë clearance, kanë... Po, mërë kena mu përbalë, ma në men. Ky shtet s'ka më shku qështu, rëmu i dhe në fund. Kena mu përbalë. Falenderoj Berisha shumë për kohën, që ishë në mua në këtë intervistë të gjatë, në shumëtën e kohës, kontributë reflektimi ishte për temat më vitale që e karakterizojnë sot Kosovën politike e të nesërme. Falenderit shumë. Falenderit edhe ju, dhe do të vazhdoj të mbetem kujdestar e zhvillimit të Kosovës, edhe i reagimin dhe atyre që mundohen të dëmtojnë, sepse Kosova është produkt i gjakut. Çdo gjë i ka rënë në tokë, liria i ka në gjak. E Kosova ka sakrifikuar shumë, jo vetëm luftën e fundit, po historikisht prej se ekzistojmë. S'ka qenë kur shtet, e shtetet i lire. E sot me ardhë me dëmtu në vetë, me vëdhesh në vetë, me dëmtu në vetë, kjo është tërpë. Falenderoj edhe njerë shumë. Falenderoj. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.